Pardon my French. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Pardon my French. Ja ku është katërshja juaj e preferuar. Niko Komani. Çka ky? Se mësova një herë të mikrofonin. Po. Dhe Lekraja dhe një dalë shkolli. Pra, Eduardo viti për një Dortrokitja ndodh gjithmonë te emrim. ashtu. Zemrime gjithmonë. Si jeni? Ja, zhveshur dhe unë sot. Leila, mirë se erdhe në këtë sezon vere. Doja me sjell pak të ftohtin këtu në studio, se shumë e ngrohtë si studio, kështu që Leila erdhi kështu e veshur dhe mua mu ngrefën thithkat. Nga ftohti, ha? Nga i ftohti, po. ti më mban të shkurtër për vete. Unë jam një person që nuk e di pse unë ndjersi shumë, qoftë dimër, qoftë verë, qoftë të rri kot, qoftë Të punosh? That's nice. Po të rri pjesën më të madhe të kohës, po. That's nice, sepse nxjerr toksinat e trupit edhe kupton. Nuk kam probleme. Jo, kam një Është shumë probleme. pozitive, po. Në rregull. Që nga Por pozitiva kjo ato. kjo delja e lejt paska pas shumë lesh, se vende është Nuk fustani. dilte fustani. Nuk dilte, është vende i mbyllur, vende i hapur. Keni kaluar mirë këtë javë? Se jam shumë e interesuar për jo. E pat spotin e Big Brotherit. E se pam, Leila. Për këtë dua të flas, ishte shumë spot i bukur. Më vjen shumë keq që asnjëri nga nuk do jetë. Kisha përgatitur shumë materiale për jo. Nuk e dihet, mund të Ku i më dihet, shajmon po. Mund të ndodhë në vazhdim thua, njëri nga ju të tre. Mund të futet aty Se di se rastësisht. cili më flet për pëlqen. vete. Nga këta të dy ndoshta se Niko, unë them Unë gjithmonë do të ndohem për Big Brother, kështu që nuk i dihet kur Jonida. Domethënë është Çuna, ky mikrofoni im çfarë ka që Bie. po pra. do ta mbaj me dorë deri në fund të programit. Ai si bëndi unë kam një jetë që mbaj me dorë. Se mbajnë një Do të orë. mësojmë Anton, nuk më ka ndodhur. Ka gjithmonë një herë të Ka parë. gjithmonë një herë të parë. Ashtu de. Niko po thesh një? Po thoja që nuk e dini, nuk i Është dihet sekret kur deri në fund, oferta pra. që mund të ke marr, mund të ketë qenë tepër e mirë dhe të kem thënë po nuk i dihet akoma. Atëherë duhet presim datën 20 për të kuptuar nëse dikush nga ju do jetë pjesë e këtij Pra javës edicioni. tjetër mund të jetë dhe java ime e fundit. Në këtë program. Nuk i dihet. Okej. Se pastaj do Sa ketë. mister ka në këtë studio. Por të gotë se këtu do jenë me ne edhe pas 2 javësh, po ha. Po mos na ikën tjera, Po, pra. apo Ku do vetëm po i ka nga mendja se. Unë e di cila është ëndra ime? Një se unë fal Një Zotit, nga ëndrat, se ke shumë, aha. mashallah, Zoti mi plotson të gjitha dëshirat. Një nga ëndrat e mia është ta shoh Tonin tek portokalli. Është një nga Portokalli. ëndrat e mia që dua të Po këto plotsohen. janë ëndra që realizohen në Niko, nuk janë Po pra, ëndra. po mund të thoj edhe ti të shoh veten time në portokalli. Dua të shoh shokun qenë tim në ndonjëherë në portokalli, portokalli? why not? Ke Do qenë? doja shumë të isha, po në këtë moment ja jap hapësirën time Tonit që të Ua, sa bujar. Po, I'm such a good friend, jeni Toni vedi. se ky po bën shumë Se pyeti njëri Tonin ç'a do Toni o. Po kush e pyet Tonin në zemra Tonit Po tria ti vite shumë fundit. anonime për preferencat Nuk e e di çka tua. ka dëgjuar Po ti ky. ti si e ke marrëdhënien me kamerën? Se mund të jesh shumë fani mua- në natyrën tënde të përditshme, por përballë kamerave Mua stepesh. kamera më do. Ç'është kjo? Të dashuron. Të gjithë që më shohin mua në kamera qeshin, nuk e di për mirë apo për keq, po. Kjo është e qeshin. rëndësishme, shkakton të qeshura. Ja, thell. Kjo javë po ashtu ka qenë e mbushur me ngjarje, Plot. fal Zotit që Fal Zotit fix. Ne mos ishte kemi Niko si mundësi duhet të, goja. të diskutojmë në këtë program, kështu që do të flasim edhe për ngjarje që kanë bërë buj kësaj jave, sigurisht që nga ngjarje dalin dhe tema, e më the të thash edhe një ndër më të përfolurat ka qenë edhe dokumentari i P Didit Edhe 50 transmetuar në 2 dhjetor në premier dhe është në krye të klasifikimeve. Ti e di që e ka hequr The Stranger Things që sapo kishte dal ra direkt në vend të dytë që pritej botërisht premiera e Stranger Things dhe sa doli dokumentari humbi goxha shikime. Vëmendjen e humbi 100%. Dje kam parë pafund youtubers si po e flisnin këtë gjë. Edhe akoma dhe unë isha i surprizuar, domethënë se si ka mundësi se Stranger Things është një serial i ndjekur nga shumë. Unë se kam parë dhe nuk më pëlqen. Asun se kam parë.
Jam kurioze a Ju vlen shihni apo filma romantiko zemra. Ja, unë dua gjëra romantike, fiks. Me vërtet? Po, gjëra shumë romantike që të jetë Jo, me unë dua edhe dashuri, thriller. me pasion, me Gafore. Unë dua edhe thrillers, dua edhe këto konspiracionet qeveritare, këto Oh, House of Cards. kështu gjërash më Si e pëlqejnë. the? House of Cards. Okej. Me Okej. D. Pra. Kështu që këto sci-fi edhe fantashkencë edhe nuk më pëlqejnë as horror. Por dokumentari ka bërë namin. Dhe ne do flasim se ka shumë detaje që kanë dalë, mediat po shkruajnë çdo ditë, algoritmi po çmendet. Çfarë nuk po ndodh më njëherë pasi doli ky dokumentar. Por gjëja që më pëlqen më shumë nga e gjitha është humori i 50 Cent. Është nuk e është di epik. domethënë. Në rrjetet I love sociale, 50 do të Cent. thënë është the one and only. Unë dua të urrej njerëz si urren 50 njerëzit E di çfarë se të gjithë njerëzit përcjellin në rrjetet sociale pozitivitet, le të falin, forgiven, Vaj, forget, thot bla bla jo. bla. Tani ka dalë sa doti, kjo doli në modë. Unë do doja urrëtia ime të ishte si e 50 Cent. Edhe unë do doja. Po pra po, Do kur bësh doli gati në një modë, kur dokumentar? doli në modë. Për shembull, nëse do kishe mundësi, do kishe bërë një dokumentar Patjetër. për të shfaqur këtë urrëtien si 50? Patjetër që ja vlen. Do nxirje fakte të papublikuar dhe të marra ilegalisht. Ideja është që unë nuk urrej një person, se do doja shumë të urreja një person. Do ishte motiv jete, ke Për të bërë një dokumentar. Po, zgjohesh edhe thua ti si ta Jonida bëj. e di që në të kaluarën time un kam qenë një 50 Cent. Po. Ke pasur disa ngjarje. Ti ke ca bife. Pse nuk bën një dokumentar? Po pritë se jam çuniri akoma, pritë se mund të zihem edhe me ty nesër pas nesër, të lej jashtë. Po t'jap vëmendje pra. Nuk Do jam jesh zemër në dokumentar, do japësh një dëshmi aty. Do jesh se ne Do jesh në dëshminë tënde ne- se si Niko Komani abuzoi me ty për një vit rresht dhe ti vazhdoje shpresoje Akoma ty. për shembull, që do paguhesh një ditë. un kam patur një Po në vend të $250,000, diku te 200,000 lekë. un kam patur Pa. me Toni një bif pa patur bif, se Toni kishte bif me një shokun tim, për shembull. Me Dhe unë kë? kisha me një shokun tim. Okej. të Me shokun e përbashkët- ti influencer. Influencer, po, Okej. TikToker, edhe e kisha, domethënë, Më kishte inat ky mua. e kisha atëherë. inat pa i njohur. domethënë. Okej, Gjatë tani kisha që e një njohe, bif. e ke më inat apo? Unë sapo dhash një dëshirë të Okej. plotësohet. Që bifi ti iki. Me Jo, do. që tjetër portokallia, pra. Me do. Ah, okay. Me do. Shikon? Po, pra. Pse mendoni që kjo studio ka pak babagjysh brenda dhe mund t'ju dëgjoj dikush? Se na dëgjon babagjyshi. Që shprehni këto dëshirë. Po. Se mi sjell mirë këtë vit. Plotësohen këtu në Top Albania Po. Radio, ose nuk e di ti, mbasi Leila ti je e mbara. dëshmi. Po, unë sa fillova punë në Top Albania Radio, mu dha pushime on top, nuk kam çat kërkoj më shumë babagjyshit, se më ka dhënë një hapësirë. Ej, Mos- babagjysh. Ej, mos jam unë babagjyshi se tani që O, po mendoj. jeta ime. Ah, prandaj si e rruar ti, si është? Jo, a bëj, jo, jam lazer zemra, nuk kemi më nevojë, po Me vërtet ideja je? është që ju a bëj mbar njerëzve, me sa kam kuptuar. vërtet? Jam shumë e Po, mbar. je mbar. Tani do flasim vetëm për emisionin ton që të transferohemi në televizion. Jemi pra në Jemi. digital. O Në plotësuar. kanalin Po, 10, në po, kanalin 10. Te topi, pra, te topi. Zbrit në çik, një Jo, dy jo, shkallë. Dëshira ime për fund vit, është dëshira ime për fund vit. Vazhdoni ju ke topi se unë në televizion, se unë nuk e Radio. ndroj. Radio. Top Kushta që do ta lër Radio. radio në zemrën ime. Tani të prezantoj një këngë si thoni apo Tam. kemi publicitet? Skerdi na korrigjon më një herë se është shumë i vëmendshëm sepse kemi publicitet. Dhe po rikthehemi për të folur E ke çfarë para kishe. të Pitbullit që Kë? është aq i suksesshëm, sa po të shkruash Pitbull në Google del ky pastaj qendi. Ha, mama. Nuk më duket aq i suksesshëm. Po. Po, Jo, mos. më Ka duket- ka më duket- Ocho, e disa fëmijë kanë lindur me ka Ocho. Më duket Ha, sikur njerë. ka dalë komplet jashtë mode. Jo, asnjëherë. Pitbulli Regatoni nuk del. Është nostalgji, është. Pitbulli? Zemra vetëm J-Lo ka 8 ose 9 bashkëpunime me Pitbullin. No. Po. Dy bashkëpunime. Dhe me që jemi tek J-Lo Tek dhe J-Lo. P. Diddy, ish bashkëshorti i J-Lo's, u kujtua, domethënë Kush që është ky një herë? i pari, Ojani Noah. Ai. No one Dash nga knows him. Greqia. Janë. Bashkëshorti i parë e ka sulmuar tani, domethënë, dhe po thotë që ti më ke tradhtuar mua me Didin.
domethënë. Më mirë. E akuzon për tradhti dhe është hapur një front i ri për balljeje. Çfarë mendimi keni për ishët që kujtohen mbas 30 ose 40 dekadash të përmendin diçka që ke bërë? Jennifer Lopez martohet dhe ndalt brenda vitit. Tani dhe ky çka kërkon? Ndoshta në lek? Ka mundësi? Jo, on them fam. E bëjnë për famë, është kulmi i famës tani që gjithë po flasin për Didi edhe ai futet edhe Në këtë rastu me Didi, ha mama. Si ka qa mundësi? thua, Çfarë flet më? Se të tradhtoj me atë të lagja, me Jo, Didin. po mirë, po çfarë do zgjidhesh domethënë? So ja të tradhtoj. Ja u ndat. Ti e ndar ka i hy. Çfarë ndodhi me ty? Edhe ligji nuk të kap mbrapa në kohë. Ne po dim ç'të bëjmë me Didin, del dhe ky në fond. 5 këngë me Pitbull? Po. Ha, e zgjidhë si material. Zot. Tani me që jemi tek dokumentari dhe ka bërë xhiron e rrjetit, do ndalemi tek disa momente të cilat janë komentuar. U griseni Niko. Çfarë ka rikën? Mua ka rikja. Ke shtuar Niko. Na e theve dhe ka rikën. 74 kg jam I shkreti. Ashtu, ha? Dokumentari. Te dokumentari janë hapur disa fronte. Njëri prej tyre është lufta midis 50 që është producenti I këtij dokumentari, po thuhet se avokatët e Didit kanë marrë gjithë gjërat përsipër për të akuzuar Netflixin dhe 50 Centin që kanë përdorur materiale jo të konfirmuara dhe jo të lejuara për të bërë këtë dokumentar. Por nga ana tjetër, I Love 50 Cent ka vendosur të jap një intervistë vetëm për ABC News, sepse ishte I vetmi kanal televiziv që transmetohet në burg. Kurse unë mësova që ka ndodhur kjo padia nga Didi për Netflix, por Didi fatkeqësisht nuk kishte paguar videografin. Pra, të gjitha lekët që Pra nuk janë të vjedhura, janë të dhuruara, të gjitha lekët të gjitha imazhet. Dje po shifja dhe po dëgjoja këto youtubersat, të gjitha lekët që Netflix I ka dhënë 50 Cent ka paguar videografin dhe ato janë të lejueshme, pra copyrightet që është vllai. Domethënë, dhe fitimi I Didit thuajse është zero në këtë gjë. Kupton se me lekët që mori nga Netflixi për ta publikuar gjën ka paguajtur videografin. Jam kurioze për bifet këtu në Shqipëri, se ka dyshe. Për shembull, ishte Aulona me Benjade, nuk po them që ishte një bif I madh. Mos e kruaj këtë plak. Por një tjetër bif doli po nga kjo studio që ishte mes Andi Vrapit dhe Bruno Shemshos. Kemi dy fronte të reja në Instagram, po hedhin dhe po presin çunat nëpër rrjetet sociale. Bruno nuk është dakord me atë që Andi tha në studio sa I përket hyrjes së tij në Big Brother, kështu që do të thuash që nuk e bëm ne e bëm. Ne stisëm. Ne nuk e stisëm, ne tek ne ndodhi. Ja, në këtë studio. Ti Anton, ke ndonjë bif me ndonjë personazh? Jo. Jo, maksimumi kam bif me atë që del te lagja që në pikë të mëngjesit thot hajde ekurat vjetra më zgjon nga gjumi. Dgjoj, po kush për shembull është ofenduar nga soundset që ke bërë ti, nga videot, se mund të ketë ndonjë personazh që është nga të gjitha memet që ke bërë në internet. Nuk kam pasur personazhe që janë ofenduar, madje pjesa më e madhe ka pasur qef ato që kam bërë. Se di, nuk e di se kam bif me njerëz. Po edhe në TikTok Toni nuk është kaq shumë që bën meme me zëra personazhe, se sa mund të vër një video personazhi dhe të rrita komentoj pra është më shumë komedian. Ai shoku Nikos ka pasur bif me atë shokun e Nikos. Okej. Tani një tjetër moment që është diskutuar po ashtu në rrjet ka qenë një tuf lule që Didi ka dërguar 50 edhe komentet ishin që është para lajmërim për pau. Tani, gjithashtu ekzistonte një teori konspirative në internet që Didi është kaq peti që t'ja dërgoj lulet edhe ta bëjnë në një farë mënyre tepër fani gjën, por është edhe më peti, si thon peti shqip. Peti. Kupton? Inaçi o plak, inaçi. Por e presin këtë gjë edhe nga 50 Cent që t'ja bëj vetes për ta marketuar edhe më shumë dokumentarin, pra për t'i hedhur edhe më shumë benzinë zjarri. Unë them që Didi I ka dërguar.
50 Cent i plak i shtin 9 herë edhe ja ku është akoma. Kujton se do friksohet me një palë lule. Prandaj mendoj që mund të jetë atëherë edhe një pjesë marketingu. Bravo, apo që nga njësh pra. 50 është njësoj, ky dokumentari është njësoj sikur të bëj dokumentar për ty, ai kushëriri që të ka i nat nga anë e babit. Tani me që jemi tek këto do ishte dokumentar shumë i bukur se unë në dasmat e fisit kërcej mirë. Do flisin të gjithë mirë për ty. Po edhe kush do më shante, thosht pas ka kërcy bukur të paktën te kjo dasma. Një llaf i mirë do thuaj gjithsesi. Po në fakt një llaf i mirë u tha edhe në këtë dokumentar, ishte njëra nga gocat që kanë qenë se unë e pash shumë shpejt e pash, nuk durova ta ndaja me ditë, domethënë, i pash të 4 serit, po brenda natës. Edhe njëra nga gocat e Dirty Money, një periudhë doli Didi Dirty Money, hello, good morning. Njëra nga gocat tha unë s'kam parë gjë. Tjetra e akuzonte, domethënë që ka ndodhur këto, jam abuzuar, më the të thash, kjo tjetra s'kishte parë gjë, kjo. Kjo si ajo memja që tha, a mund jeni dëshmitar, unë spiun, jo, unë nga kësy nuk shikoj, nga këtë jetë jam 30% qorë. Dhe unë i kam mbyllur syt përpara kësaj drame. Ka njerëz që han presionin e pabërë, se kur të dali, kush e di çfarë do më bëj. Po kishe njerëz goxha që nuk i interesonte më. Një tjetër personazh që më bëri përshtypje ishte producenti i albumit të fundit që tha jam abuzuar siç e prej ka pak më parë. Një vit rresht. Po nuk zgjohesh nga gjumi o vlla, një vit si po të rish i abuzuar një vit rresht. Një vit rradh. Të thoshte, herën e parë u zgjova në një krevat me Didin dhe më dhinte gjithë trupi dhe isha gjithë trupi. Palestër, ka qenë palestër. Është e drejtë domethënë ato fjalët që thon. Çfarë thon që të lodh Didi? Tani po nga këta shqiptarët keni dëgjuar kështu festa gjëra private ndodhin dhe këtu në Shqipëri apo kur doli ky skandali i Didit, Bibit. Filluan dhe këtu disa histori konspirative në TikTok që po edhe në Shqipëri tek X Godin, tek njëra tek tjetra. Po ka dëshmitar okular, pra mund të kemi ne një dokumentar sa i përket këtyre festave. Unë mendoj që bëhen kështu festash. Unë mendoj që bëhen. Domethënë çdo house party në botë bëhen, edhe pse mos bëhen këtu, domethënë është më së normale. Anton, kemi ne një Didi këtu në Shqipëri? Unë se di. E mos thua. Jo, po nuk e di të ketë aq i madh këtu. Nuk po them aq sa të mbylli gjithë syt dhe veshët e mediave dhe për gjëra që mund të kenë qenë arsiqare, por private, besoj që bëhen. Është e vdekur që ka. Nuk ka vend që nuk ka. Po, eksaktësisht. Nuk ka vend që nuk ka. Dhe mendoj se janë dhe në moshë të madhe. Këtu në Shqipëri kupton që janë të vjetër në gjë. Interesante. Fol Niko. Apo kaq kishe për të thënë. Prisim dokumentarin tim tani. Këtu në Shqipëri është pak më shumë. Po pra, çfarë jo, domethënë, pse u mpit kështu? Jo thjesht duke menduar kush mund të ishte, domethënë nga këto të pushtetshmit. Ajo që unë nuk kuptoj nga gjithë kjo zallamahia e rrjeteve, të gjitha gjërat që po dalin në pa, është se si mund të kenë duruar këta njerëz kur janë ndjerë të abuzuar, të shfrytzuar, domethënë, apo thjesht mania për të qenë famshëm, sepse ndoshta në mbështetjen e Didit do bëhesh ndikush. Por o bie shef mor zotri që për një vit squllose gjë, pse duhet të vazhdojë të rriej i abuzuar? Nuk e kuptoj dot, domethënë, se nuk më thek truri. Pra, një pjesë e tyre mendoj që kanë qenë të vetëdijshëm se ku po shkonin. Për shembull, vjet në ver kur ndodhi skandali, thonin për Kid Cudi që ka qenë një nga të dashurit e Didi dhe Didi. Tani mbas dokumentarit na doli që ai ishte i dashuri i Kesit, pra. Ishte i Kesit, po. I Kesit. Mick Milli ka qenë i Didit. Dhe për Kit Kati thonin. Domethënë thonin për shumicat e njerëzve thjesht tani janë zbardhur. Jo, Kit Kati ka qenë i Kesit. Edhe nga Kesi, po, edhe nga Kesi pastaj që ja shpërtheu makinën, bëri skandale. Por në përgjithësi ky Didi dilte jo nei rob
kush e di se qa, I mirë, domethënë. Nuk do ja jepje P Diddyt pinin e kartës së bankës. Po jashtë. Shumë i ndyrë. Shumica, domethënë dhe kënga I'll Be Missing You që dëgjohet kudo dhe kurdo. Se më kujtove këtë, i vetmi person që pas ka paguar nga gjithë videot që qarkullojnë është Sting, që i ka marrë muzikën ditë për ditë. Dhe do paguhet $2,000 çdo ditë deri në fund të jetës. Po. As ajo këngë nuk po luhet më. Jo, për mua më del trend, ishte e para në Instagram, kënga më e përdorur. Po del sepse sapo u dha lajmi që P Diddy varrimin e Biggie Smalls, Notorious B.I.G. organizoi ai dhe ja la familjes Biggie që ta paguante faturën. Dhe kanë lidhur. Po për të them, pas ka qenë dhe ky viraliteti i momentit ka dalë sërish skena që ai është i veshur me të bardha dhe është bërë virale. Prandaj është dhe kënga më virale. Që është kënga numër 1 trend. Çfarë të bën interneti? Pak publicitet deri kthehemi sërish.